Unë kam dhe me mujtë tana, s'kam dalë në rrugë, unë s'kam kene të idhë, kam e drejtë. Kam të kanë kënë të dy, hejse, unë nuk mund të bëj, unë të shpi si një femen. Një javë më parë ju treguam rastin e Mirjana Karinit, 65 vjeçares nga Shkodra, e cila ka probleme të theksuara shëndetësore, të shkaktuara nga pronari poliklinikës mjekësore gjermane në Laprak, në bashkëpunim me mjekun që e operoi. Historia që lidhet me keqmjekimin e kësaj zonje nis më datë 31 mars 2019, teksa ajo konsumonte një kafe me familjarët e saj. Një person me të lokale, atës pasi ishte i kam shkallet, Korzova, makinë, shkom të spitali Shkodrës. Aty banë grafi, në këtë kohë thirën mjekon ortopedist. E pavi grafin, edhe më tha, zoj, ke ba një dëm të madh. Diçka që i shqetësoi së tepërmi familjarët e Mirjanës, të cilët u vunë menjëherë në veprim. Djali foli me i shok vete, se e mjerësume, punotet e spitali Gjerman. I cili ndodhet tek rruga e Kavajës. Erdhi ambulanca me mori edhe ushtume te spitali Gjerman, Laprak. Por aty për çudia ja ishte poliklinika Gjermane. Një institucion shëndetësor krejt tjetër nga spitali Gjerman. Ninën sa, operacioni vazhdoi rreth 4 orë, kur dorën thonen ka dalë me sukses. Gjë që nuk ishte as pak e vërtet, sepse si pasojë e thyerjes së kockës së kaviles, doktori serb Gordan Gavrilović kishte vendosur në këmbën e majtë të pacientes një protezë më të madhe se ajo që duhej, veprim që do i kushtonte shumë kësaj të fundit. Kisha dhimbje të tmerrshme. Ditën e 5 kur kam dalë, më banën edhe hegrafi, edhe thanë që mas ke merak, nuk e kërgja. Dhimbjet vazhdoshin. U rrahën me dhimbje se tash e kemë marrë edhe fizioterapist. Mirë, po edhe pas seancave të fizioterapisë, gjendja shëndetësore nuk u përmirësua. Kishte dhimbje pa pamë, vajzës muti me më. I the djalit, qoja marbuta të spital Shkodrës, edhe ko po thët e grafiste. Ishte dhe thamë se ke 28 koca ka pjesa shpinës nga komplet të thyme, por të kanë fillu mu njët vedet. Edhe me më se qëfar se ato e të ka krenë. Unë të bo fizoterapi me kam thyme. Kur e mu me veshi ishte të kam si ishim thyme. I në njësë për Turqi. Atë i thënë në vajzë. Qa pas kanë pa ba, ma i thëtë. Kanë bu protezën më të madhe. E prandaj ka tonë këta siklete mame. Kam najt edhe një i muj e gjysë me po vizita. Pavarësisht se shëndeti është parësor, duhet thënë se zonja Karini pësoi edhe një dëmtim ekonomik. U kriju një grupë e madhe nga ana financiare, duke pas parasysh gjithë këto gjëra, e gjithë këtë dëm, unë mora vendim mi e hedh në gjyq për gjymtimin që më kanë bërë. Më datë 7 dhjetor 2020, gjykata e Shkodrës merr vendimin duke i dhënë të drejtë zonjës Mirjana Karini dhe shpall fajtor për një sër veprash administratorin e poliklinikës mjekësore gjermane zotin Ardian Kazaferi, si dhe mjekun serb Gordan Gavrilović, njëkohësisht ortak në këtë shoqëri. Dëmshpërblimi pasuror dhe jo pasuror ndaj zonjës Karini u caktua nga ekspertët në vlerën mbi 300 milion lekë të vjetra, për bashkëshortin e saj 30 milion, si dhe nga 5 milion për fëmijët e të dëmtuarës. Dhe ky vendim u mor pasi u konstatuan një mal me shkelje ligjore. Në arsyetimin e gjykatës së Shkodrës, bazuar në raportet e mjekoligjorëve të thritur si ekspert, citohet qartë se operacioni i 65 vjeçares përfshihet në ndërhyrjet madhore kirurgjikale, të cilat duhet të kryen vetëm në subjekte që kanë leje të posaçme nga Ministria e Shëndetësisë për të vepruar si spitale me shtretër, ndërkohë që poliklinika mjekësore gjermane ishte e licencuar vetëm si poliklinik me shtretër ditor, ku mund të bëhen ekzaminime, analiza, si dhe ndërhyrje të vogla kirurgjikale. Kësaj gjykata vlerësoi se pala e paditur e kishte kapërcyer lejen profesionale gjatë mjekimit të pacientes. Mirë, po kryerja e një operacioni madhor në një ambient të palicencuar për një procedurë të tillë nuk ishte e vetmja shkelje, sepse faktet e paraqitura në gjykat gjithashtu provuan se Gordan Gavrilović, doktori i cili kreu ndërhyrjen kirurgjikale, nuk ka patur të drejtë që të ushtrojë profesionin e mjekut në vendin ton. Spitali i palicencuar, doktori po një ashtu, po si më lejohet. Po të përpëqynin kioskat e vogla, e s'pejlan me punu, e gjithat spital me vepru kësha. Është jashtë çdo logjike profesionale, gjithashtu edhe shkelje ligjore, që fatkeqësisht nuk mbaron këtu. Nga kartela klinike e pacientes rezulton se Gavrilović nuk ka punuar me përkthyes, duke shkelur kësaj pikën D të nenit 5 të ligjit për urdhrin e mjekëve në Republikën e Shqipërisë, ku sqarohet qartë se mjeku jo rezident detyrimisht punon me përkthyes. Ai gjithashtu nuk ka qenë i pajisur me dokumentacion
dokumentacionin përkatës që kërkohet në paragrafin e 2 të këtij neni dhe njëkohësisht e ka patur detyrim moral dhe ligjor që të refuzoj kryerjen e operacionit, jo vetëm për arsye se nuk ishte i licencuar në urdhrin e mjekut, por edhe për shkak të dienisë së tij që ambienti ku ushtronte profesionin nuk ishte i përshtatshëm për të realizuar atë lloj ndërhyrje kirurgjikale. Vazhdojmë, sepse gjykata administroi të tjera prova që vulosin fajësinë e administratorit Ardian Kazaferi dhe mjekut Gavrilović. Nga kartela mjekësore e zonjës Mirjana Karini, siguruar nga mjeku i familjes dhe nga rezultatet e check-upit, u konfirmua se përpara kryerjes së ndërhyrjes kirurgjikale, 65 vjeçarja nuk ishte këputje të nervit shiatik në këmbën e majt dhe gjatësia e 2 gjumtyrëve të poshtëm ishte e njëjtë. Dhe këto prova ju vendosën në tryezë 4 mjekëve ekspert, të cilët dolën në konkluzione se nga ndërhyrja kirurgjikale e kryer nga mjeku serb në poliklinikën gjermane në Laprak, pacientja Mirjana Karini, si rezultati protezës më të madhe se ajo që duhej, ka një zgjatje këmbe prej 4 cm dhe këputje të nervit shiatik, me pasojë invaliditet të përhershëm. Sipas tyre, shkalla e paaftësisë së saj për punë është në nivel mbi 72%. Paaftësi e cila justifikon edhe vlerën mbi 340 milion lek të vjetra që përfaqësuesit e poliklinikës gjermane duhet i paguajnë familjes Karini. Dhe para se të dalim tek dëmshpërblimi dhe manovrat e klinikës për t'ju shmangur detyrimeve, ju rikujtojmë diçka. 500 euro mbani ambulanca, 5.000 euro te poliklinika, 5.500 euro kena pagu për këtë hata. Duhet theksuar se pagesat e kryera nga zonja janë bërë dorazi, gjë që me sa duket i ka lënë hapësirë titullarit të klinikës Ardian Kazaferi që të pretendojë shumë të tjera. Më të vogla, pasi në gjykat zoti Ardian Kazaferi do të deklaronte se në total janë paguar vetëm 1.260.000 lekë të vjetra, shumë e cila sipas ekspertëve është tepër e ulët krahasuar me çmimet e tregut dhe kostus së materialeve, siç është proteza e vënë e cila kushton jo më pak se 3.000 euro. Nisur nga këto shkelje të njëpasnjëshme që kanë konsumuar 2 përfaqësuesit e poliklinikës mjekësore gjermane, përfshirë edhe evazionin fiskal, gjykata jep vendim me ekzekutim të menjëhershëm, i cili aplikohet kur ka prova të arsyeshme se pala e paditur mund ta vështirësoj ose ta bëjë të pamundur ekzekutimin e vendimit të gjykatës. Pra diçka e tillë dyshohet jo vetëm nga familja Karini, por edhe nga trupa gjykuese, e cila argumenton se përfaqësuesit e poliklinikës gjermane u përpoqën në mënyrë të përsëritur të shkaktonin zvarritjen e gjykimit të çështjes për t'ia vështirësuar Mirjana Karinit përfitimin e dëmshpërblimit. Dyshimet e trupës gjykuese u përforcuan edhe nga qëndrimi i avokatit të poliklinikës gjermane, i cili në seancën e datës 3 dhjetor, 4 ditë para vendimit përfundimtar, tha shprehimisht: "Ky është edhe qëllimi i praditësve dhe përfaqësuesve të tyre. Ata kërkojnë që sapo të marrin vendimin, t'i bllokojnë llogaritë bankare shoqërisë tregtare që është e paditur, t'i sekuestrojnë sendet, të nxjerrin në rrugë 30 punonjës që ka kjo shoqëri dhe të bllokojnë aktivitetin e saj. Ata kujtojnë se ne kemi qëndruar pasiv. Do ta marrin vesh shumë shpejt të kundërtën." Dhe e kundërta ishte pikërisht ajo, që pala e paditur vetëm pasive nuk ishte qëndruar, madje shumë aktive, duke bërë gjithçka që zonja Mirjana Karini të mos përfitojë asnjë qindark nga dëmshpërblimi prej rreth 350 milion lekësh të vjetra, me një metodë tepër të njohur, atë të likuidimit total. Më datë 28 tetor 2020, rreth një muaj e gjysmë para vendimit përfundimtar të gjykatës së Shkodrës, shoqëria Arthromed SHPK me administrator zotin Andrea Papa i bën një ofertë prej 79 milion lekësh poliklinikës mjekësore gjermane për t'i blerë të gjitha pajisjet mjekësore. 3 javë më pas, më datë 18 nëntor 2020, u nënshkrua një kontratë e panoterizuar mes 2 palëve për shitblerjen e pajisjeve mjekësore, në të cilën thuhet se pagesa do të kryhet përmes bankës dhe se kësti i parë prej 23 milion lekësh do të kryhet brenda datës 7 dhjetor 2020, datë e cila përkon eksaktësisht me seancën përfundimtare të gjyqit. Rastësi apo jo? As pak, pasi çdo gjë ishte e planifikuar. Arsyeja sepse kontrata e shitblerjes së pajisjeve mjekësore mes Arthromed dhe poliklinikës gjermane u bë e panoterizuar është sepse ato pajisje kanë qenë të lëna si kolateral për marrjen e një kredie 200.000 euro në bank nga zoti Ardian Kazaferi në vitin 2017, diçka që vërtetohet edhe nga ky dokument i marrë pranë regjistrit të barëve siguruese. Dhe kjo barë nuk u lirua asnjëherë. Ky denoncim për zotin Ardian Kazaferi nuk është i vetmi që ka mbërritur në redaksin ton, pasi shkeljet ligjore nga ai janë të shumta ndër vite, çka e kanë bërë të zhduket pa gjurmë. Ndaj të pyesim një herë bashkëshorten e tij, punonjëse e Institutit të Mjekësisë Ligjore në Tiranë, e cila nuk është fare pa gjë në këtë histori. Keni bërë takime me avokatin e zonjës edhe i keni thënë që t'ju kthej lekët e operacionit të brapsht. Edhe mund ta kemi takuar, por nuk e kujtoj fare. Ekspertiza, kolegu juaj e ka bërë ndryshe ekspertizës e mjekët e tjerë, se është kolegu juaj. Po pse
drejt fitoj. Kur dikush ka të drejtë, i shkon deri në Faleminderit shumë që mendoni që drejtësia ka të drejtë. Mirë po, pavarësisht besimit e drejtësia, zonja Kazaferi i ka disa pa kënaqësi për këtë të fundit. Pse nuk ka të drejtë apelimi? Sepse gjykata argumenton Unë e kam parë fare. se bashkëshorti juaj, Andrea Papa, Sajmir Suma, janë persona dashakeq, të rrezikshëm, të cilët i shmangin ligjit. Prandaj, Dhe këtë gjë bën. këtë gjë e vendosi ai sepse ai është zoti. Jo, sepse ai ka prova, Po pse kush je ti që e po thua? kanë dokumentet o Po zonjë. kush je ti që e thua? Ligji është ky. Unë po citoj. Po ti po e citon, po ti nuk e di dhe po them, është citoj një ligjin. proces që asnjëherë nuk ka shkuar në një shkallë tjetër. Ata i zhdukën lekët dhe pajisjet mjekësore që në shkallë të parë. Çfarë do mbetej për të zhdukur deri në apel? Gjithse kushi mban përgjegjësi për veten e vet. Po i ka rënë në qaf, kujdo që ti ka rënë, gjithë le të mbajnë përgjegjësi. Jemi të sigurt se bashkëshorti i zonjës nuk do t'i pranojë asnjëherë përgjegjësitë përballë borxhlimeve që i kanë zënë derën apo organeve ligjzbatuese, duke nxjerrë si mburoj gruan e tij. Ky burr është Ardian Kazaferi. Tani kthehemi pak te shoqëria Arthromed, blerësja e pajisjeve mjekësore nga Poliklinika Gjermane. Në ekstraktin e QKB-s vërehet se pezullimi i aktivitetit të saj është bërë në vitin 2019 dhe Befas u aktivizua më 13 nëntor 2020. 5 ditë para kontratës së shitblerjes së pajisjeve të Poliklinikës Gjermane me vlerë 79 milion lek. Gjithashtu, vlen të theksohet se Arthromed nuk ka patur të deklaruar një shumë të tillë parash, pasi në kapitalin e shoqërisë, siç shihet në QKB, rezultojnë vetëm 1 milion lek të vjetra. Nga erdhi i gjithë ky lum lekësh me kaq urgjencë. Kjo nuk është as pak vështirë të imagjinohet. Gjithçka fiktive. Mirë po, veprime të dyshimta të administratorit të shoqërisë Arthromed, Andrea Papa, të cilat tregojnë shumë për gjendjen e tij financiare, janë edhe ato të datës 26 nëntor 2020, ku në mbledhjen e asamblesë së ortakëve të shoqërisë dakordsohet për të marrë një hua prej 55.000 eurosh me qëllim blerjen e këtyre pajisjeve mjekësore, të cilat u lanë peng te huadhënësi zoti Jozif Kozma, një person që me sa duket është futur për të humbur sa më shumë gjurmët pas vendimit të pritshëm të gjykatës. Më 2 dhjetor 2020, Poliklinika Mjekësore Gjermane ndron adresën e aktivitetit dhe më datë 3 dhjetor, kur u zhvillua seanca e parafundit gjyqësore, nënshkruhet edhe kontrata e huas me vlerë 55.000 euro mes Arthromed dhe shtetasit Jozif Kozma. Ndërkohë, një ditë më pas ndërmerret veprimi i radhës. Arthromed ndryshon adresën duke u transferuar tek bloku Gintash, në të njëjtin ambient ku më përpara ishte Poliklinika Gjermane, te godina e mjekut të njohur Pullum Pipero dhe familjarëve të tij. Ndërkohë, sa i takon emrit të shoqërisë, ai bëhet Poliklinika Gjermane by Arthromed. Fantazia zero, por tani vjen e bukura. 2 ditë pas vendimit të gjykatës së Shkodrës, Arthromed ndryshon objektin e aktivitetit nga tregtim pajisjesh, aparaturash dhe produktesh mjekësore në shërbime mjekësore, duke u pajisur 1 muaj më pas me të gjitha licencat e duhura për kryerjen e aktivitetit. Gjithçka me shumë urgjencë, për të evituar dëmshpërblimin ndaj një zonje fatkeqe të cilës i kishin bërë një dëm të pallogaritshëm. Frarli nga misioni Piranjat. Qa ka? Jemi këtu për rastin e zonjës nga Shkodra Mirjana Karini, besoj e dini shumë mirë historinë e saj. Çfarë mund të na thoni për blerjet fiktive dhe shitjet fiktive të pajisjeve mjekësore të Poliklinikës Gjermane? Asnjë nuk është bërë fiktive. Si është bërë? Ke marrë borxh dhe ke lënë pajisjet kolateral. Janë marrëdhënie domethënë të punës edhe djesës time. Jo janë fiktive, i ke bërë me Ardianin, që të shmangeni ligjit. Nuk janë fiktive. Dhe zonja Mirjana Karinit mos përfitoi dëmshpërblimin. I bët një ofertë si pronari Arthromed. Ku është Arthromed sot? Ju ishit pronari Arthromed, ku është? S'është. Nuk figuron pra se është fiktive, është jo fiktive, nuk është fiktive se ka qenë, por për momentin nuk ekziston sepse janë ato situata të vështira që përse i bët ofertë Poliklinikës Gjermane me pronar Ardian Kazaferin dhe ata mjekët serb përpara vendimit të gjykatës për t'i blerë këto pajisjet? Do flitet në një gjykatë. Pas vendimit të gjykatës për ekzekutim të menjëhershëm, më datë 24 dhjetor, përmbaruesi Genti Bushati filloi procedurën për vjeljen e dëmshpërblimit që i takonte zonjës Mirjana Karini, duke dërguar pranë Poliklinikës Gjermane disa herë lajmërime për ekzekutim vullnetar apo edhe të detyrueshëm. Mirë po, fatkeqësisht nuk pati asnjëherë mbështetjen e forcave të policisë, duke e bërë vjeljen e dëmshpërblimit të pamundur. Siç edhe vetë trupa gjykuese e kishte paralajmëruar gjatë seancës së fundit, u dha argumente të forta se Poliklinika Mjekësore Gjermane mund të veprojë me dashakeqësi për të bërë të pamundur ekzekutimin e vendimit. Është e qartë, administratori Ardian Kazaferi bashkë me menaxherin financiar Sajmir Suma, me ndihmën dhe këshillat e avokatit Aranit Roshi kanë vepruar si një grup i strukturuar, duke shitur pajisje tek palët e treta përpara vendimit përfundimtar për t'u shmangur ligjit. Ndërkaq, më datë 19 korrik 2021, përmbaruesi Bushati cakton audituese për vlerësimin e kuotave dhe kapitalit të Poliklinikës Mjekësore Gjermane
zonjën Shpresa Breçani, e cila sqaron përmes dokumenteve se për këtë proces është bazuar në vlerësimin që vetë ortakët kanë bërë me njëri tjetrin në vitin 2018. Pala e parë, Ardian Kazaferi dhe Lefter Koca kanë transferuar 35% të kapitalit të shoqërisë tek pala e dytë e ortakëve, Igor Georgiev dhe mjeku serb Gordan Gavrilović, kundrejt vlerës 200.000 euro, e konvertuar me kursin atahershëm për llogaritën mbi 252 milion lek të vjetra. Sipas formulës audituese, u dol në përfundimin se vlera e kapitalit në muajin korrik 2021 e shoqërisë Poliklinika Mjekësore Gjermane ishte mbi 546 milion lek të vjetra. Më datë 28 korrik, përmbaruesi Bushati njofton Poliklinikën Gjermane se në rast të mos përmbushjes së detyrimit, shitja e kuotave dhe kapitaleve do të bëhen në ankant publik. Mirë, po as kjo gjë nuk u arrit, pasi askush nuk paraqiti interes. Ndaj më datë 3 shtator, përmbaruesi Bushati drejtohet me një shkresë zyrtare QKB-s për të regjistruar të gjitha kuotat dhe kapitalet e Poliklinikës Gjermane në emër të gjyqfitueses Mirjana Karini, duke e bërë atë ortake të vetme të shoqërisë, me vetëm 1 milion lek të vjetra kapital dhe me shumë pajisje mjekësore të zhdukura fal shitjeve fiktive. Dhe këtu hyn në lojë Mario Pipero, djali i mjekut të njohur Pëllum Pipero, i cili si për rastësi pak ditë para vendimit përfundimtar të gjykatës së Shkodrës, datë 7 dhjetor 2020, themelon shoqërinë Pipero Care me adresë pranë rrugës së Rinasit. Mirë, po më datë 3 shkurt 2022, kjo adresë ndryshon dhe vendoset adresa rruga Dritan Hoxha, bloku Gintash, godina 4K Laprak, adresë e cila në fillim ishte e Poliklinikës Mjekësore Gjermane, më pas u bë Arthromed dhe në fund e Pipero Care. Manovra të njëpasnjëshme, ndërrim emrash, shitje pajisjesh, ndryshime pronësie, vetëm për të evituar dëmshpërblimin ndaj zonjës nga ky grup personash me shumë pushtet dhe lidhje të forta. Lidhje të cilat vërehen edhe nga fotot familjare dhe festive të publikuara në rrjetet sociale mes familjes së Ardian Kazaferit dhe Andrea Papës, respektivisht themeluesit e Poliklinikës Gjermane dhe shoqërisë Arthromed. Pronari i kësaj të fundit, Andrea Papa, në emailin e regjistruar në QKB mban veç mbiemrit të tij edhe mbiemrin Kazaferi. Nëse çështje shihesh. Ti ke komunikim me Ardian? Jo, s'kam. Për sa kohë? Po për 3-4 vjet. S'kam. Pse s'ke raporte me Ardianin sot? Kur s'ke qatë japësh edhe kur s'ke qatë marrësh, qatë kem raporte. Se vetëm interes kishe në fillim? Po s'është punë interesi, qa raporte ke mund tani, kur unë beta në qelë të hapur. Mendoni që keni rënë ju pre e Ardianit? Po nuk mund të ndaloj këtë, nëse kam rënë unë pre, apo jo, janë një sër situatës që... Sapo pala gjyqfituese konstatoi në QKB se në adresën ku ushtronte aktivitetin Arthromed u vendos shoqëria Pipero Care, i dërgoi një shkresë zyrtare kësaj të fundit ku e lajmëroi që të mos bjerë prej veprimeve të paligjshme duke bler pajisje të mjekësore nga shoqëria Arthromed. Mirë, po përgjigja ishte e prerë, duke sqaruar se ato pajisje janë në pronësi të Pipero Care. Unë falimentova dhe më nxorën në qelë të hapur. Kjo është historia ime personale. A ti mori djali Piperos pajisjet, Mario Pipero? Kjo është një atë se si i ka marrë ai. I kishit borxh Piperos ju? Ishin vetëm ato pagesat e qerase diçka e tillë, domethënë. Dhe për të shlyer këto i dhat pajisjet. Kur s'ke çfarë të japësh, po jo zifit ja shlyer borxhin apo jo? Ato janë raportet të mia personale. Jo, të dim kujt janë pajisjet tani. Jo, si s'ka gjë vllai, atje kush i ka gëzuar, vjeu një ditë pasër edhe të them kjo shtëpi më takon mua. Shtëpia për të cilën po flet Andrea është kjo godin 4K e bloku Gintash në Laprak, në pronësi të familjes Pipero, dhe e zonja e shtëpisë që sipas zotit Papa i ka marrë pajisjet mjekësore në këmbim të likuidimit të qiras, ishte klinika Pipero Care, e cila pasi ndryshoi emrin në Life Plus bëri një tjetër veprim skandaloz. Më datë 7 gusht 2023, ortakët e Life Plus, Mario Pipero dhe Gentian Kole, vendosin të shesin të gjitha kuotat e shoqërisë për një vlerë qesharake prej 1 milion lekësh të vjetra te 6 mjek të spitalit të traumës në Tiranë. A ka njëri në botë që mund besoj se një aktivitet që vlen mbi 500.000 euro të shitet për vetëm 1 milion lek të vjetra, të cilat prodhojnë të ardhura fal pajisjeve që i takojnë tjetër kujt? Por ka edhe një person tjetër që ende nuk e kemi takuar, i cili është ndoshta më i rëndësishmi i kësaj historie. Gjithashtu, urlidhse mes pacientes dhe Poliklinikës Gjermane. Frardi nga emisioni Piranja, kam ardhur për rastin e zonjës Mirjana Karini. Keni qenë shok i ngushtë me djalin e saj. Sot nuk jeni, pse? Ti vete, pse? Do mbani në ditë përgjegjësi ose do kërkoni falje që ja keni lënë mama kate? Pse që e kam bënë? A e ke ftuar ti te Poliklinika Gjermane që të bëj operacionin? A i dieti që mjeku ishte i licencuar? A i dieti që Poliklinika ishte poliklinik, jo spital për të bërë këtë operacione dhe prapë ftove që hajde ta bëjmë atje se unë punoj atje. Do mbash përgjegjësi për këtë gjë? Për çfarë përgjegjësi? Ti ke qenë prezent në gjykatë dhe gjyqtari thotë Sajmir Suma qeshte me deklaratat e avokatit Aranit Roshi. Zgërdhieshe në se
seancë gjyqësore, këtë shkujtur nga gjykata, jo nga Frardi. Ndërsa ne i vëmë në duke faktin që ai qeshte dhe talli në gjykat, Sajmiri bën të njëjtën gjë edhe përballë nesh. Si e mashtruat zbrazët gjithë llogaritë e Poliklinikës Gjermane, i shitët në për Andrea Papa Pipero, legët ja morët kesh, kishit faturas për 5.000 euro për operacion. Kuj ka e të që? Seriozisht nuk do mbash asnjë përgjegjësi? Asi do i përgjithësi s'ka. Ju që do bërë, ju do të gjeni të në televizor për shfarë, se kjo s'ka lidhje. Ta them unë çfarë lidhje ka? Ka fol djali me ty, djali saj. Djali ka folë me Po, aja sugjerove ti Poliklinikën Gjermane. Po tjetër që e sugjerove. Ai dieti që Poliklinika Gjermane ishte poliklinik jo spital për të tilla operacione? Ai zotëria mu më ka kërkuar ndihmë, pa thënë a mundesh me më sjell ambulancë. Çfarë ambulance ishte? Ambulanca ka qenë në spitali gjerman. Këtu Sajmiri pa dashje na vërteton diçka, që logo e spitalit gjerman u përdor për të gënjur Mirjanën dhe familjarët e saj, të cilët befas e pan veten në një tjetër ambient. Pse u bë perinte Poliklinika Gjermane? Po pyetër valla. Ti më thuj, ti ke nis ambulancën e spitalit gjerman. Më thuj pse u bë perinte Poliklinika? O zoti më çfarë Ma thuj. Çfarë do ngon ti? A do mbash ndonjëherë përgjegjësi për të gjë? Asnjë përgjegjësi. Sepse ti ishe iniciativa Zero. që ajo Zero nuk e shmjekuar. Zero përgjegjësi. Zero. Zero. Edhe për fshekjen pastaj të zero, s'ka kapitaleve, asnjë- të llogarive, nuk e bashkëpunuar me Ardian Kasaferin për asgjë. Zero. S'ke përgjegjësi. Zero. As falje, Zero. Asgjë. 6 vjet e gjys, unë me një këtë hall. Po si me të lanë këtë forfeje, mos më marrë as i farë përgjegjësie. Tash unë erdha në poliklinikën tuaj, du të më thonë, se unë isa për spital. E ju besova, e hyre në operacion, e ti mblen këtë sa i gradet.